Në ndërkohë jam me bindje të plota, i tham që sidomos fushatat që ka bash dhe herë UNDP në kauza të ndryshme, gjithmonë kanë qenë fushata goxha efektive, edhe unë po besoj që edhe fushata që do të lancohet, sepse sado që mund të mendojmë që ndihmë dhe kemi një uri, unë ke shumë e sinqert, thash që paraprakisht mu dash me lexu për rëndësinë e komplet temës që po trajtojmë dhe jam e sigurt që këto e them me bindje të plotë që edhe shikues ka nevojë edhe për më shumë informacion, për më shumë hapësirë vëdisuese rreth rëndësisë eficiencës së energjisë, që po besoj që bile edhe më shpejt duhet publikohet fushata që keni planifikuar, organizuar Delian. Jemi po e dizajnojmë me fakte. Faktikisht paralelisht jemi me një anketë në gjithë territorin e Kosovës për me kuptu sa ka dijeni, sa di njerëz për eficiencë, edhe ku mungon që ajo dije. Do të thonë, rezultatet e kësaj ankete do të shërbejnë për dizajnimin, faktikisht për kompletimin e fushatës. Kështu që nuk po dalim veç me bo një fushatë për eficiencë, po dalim me pa sa ka dijeni, sa di njerëz, edhe ku mungon që ajo dije që me mujt mandej me dizajnu, faktikisht me programu ashtu fushatën që me shku aty ku duhet. Po, edhe unë po besoj që këto do të shpalosen dhe publikisht, patjetër që i presim të shpalosim edhe tek portali Familja Jonë, edhe jeni gjithmonë të mirë pritur, kur e dim që çdo informacion që jepni në këtë studio është në të mirë të gjitha atyre që po na ndjekin, dhe pse jo pastaj gradualisht komplet vendit dhe disohemi sa më shumë të kjo rëndësia e eficiencës së energjisë dhe pse të harxojmë më pak. Dhe mandej mund mos kemi këto krizat e energjisë që i kemi në vazhdim.